Ishte një protestë madhështore në Shkup, këtu pikrisht në sheshin e Skënderbeu, ku gjitha rrugët e shqiptarëve sot të bishin në Shkup me të vetmin qëllim liri për shlimtarët, liri për themelues në shtetit shqiptar, këtë rast shtetit Kosovë, Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit, Recep Selimit dhe gjithë shokëve që janë në burg duke majtur padrejtisht të pagu çmimin e lirisë, se jemi të bindur që festa e lirisë tyne do t'jetë shumë shpejt në Kosovë, në Tiranë, në Prishtinë, në Shkup. Edhe njeri falenderoj krejt, protesta është për drejtësi, për shlimtarët. Jam i bindur që pas kësaj proteste në qendra shqiptare do të kemi festë për ardhjen e tyre dhe shumë shpejt do të organizohen festat gjithandej trojën shqiptare dhe në Evropë dhe botë për lirimin e tyre. Shumë shpejt do të Hashim Thaqi, Kadri Veseli edhe të gjithë shokët e tyre. Faleminderit shumë.